Zhvillimet pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Kosovë kanë sjellë reagime dhe Bashkimi Evropian. Brukseli ka shprehur shqetësim serioz lidhur me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos aprovuar rezultatet përfundimtare për subjektin politik Lista Serbe, duke cilësuar situatën si problematike për funksionimin normal të procesit demokratik. Në një prononcim për Radion Europa e Lirë, zëdhënësi i BE-s theksoi se bloku evropian përsëri thirrjen për depolitizimin e punës së KQZ-s në përputhje me rekomandimet e misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgim të zgjedhjeve. Ai u bëri thirrje të gjithë forcave politike që të bashkëpunojnë dhe të veprojnë në përputhje me kushtetutën dhe rregullat ligjore për të garantuar integritetin e procesit. Sipas Brukselit, është thelbësore që të gjithë kandidatët e zgjedhur nga votat e qytetarëve të kenë mundësi të marrin mandatet e tyre në Kuvendin e Kosovës pa pengesa administrative apo politike. Ky qendrim vjen në një moment kur tensionet politike janë shtuar për shkak të mos konfirmimit të 9 deputetëve të listës serbe. Me 31 janar KQZ miratoi rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, por përjashtoi listën serbe nga ky vendim. Gjatë votimit 3 anëtar votuan pro konfirmimit të rezultateve, 2 përfaqësues nga lëvizja vetëvendosje votuan kundër, ndërsa pjesa tjetër abstenuan, duke lënë pa vendim përfundimtar fatin e mandateve të këtij subjekti. Lista serbe është autoritet zyrtare në Beograd e kritikuan ashpër këtë zhvillim, duke cilësuar vendimin si të padrejtë politik. Subjekti politik paraqiti një ankesë në panenin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke konsideruar mos konfirmimin si veprim të palishëm dhe diskriminues. Sipas tyre, me këtë vendim anulohen mbi 42.000 vota të qytetarëve serb. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, lista serbe kishte siguruar 9 nga 10 vendet e rezervuara për komunitetin serb në kuvend, çka e bën çështjen më të dieshme politikisht. Tashmë pritet që institucionet përkatëse të shqyrtojnë ankesën dhe të japin një vendim, ndërsa partnerët ndërkombëtar kërkojnë transparencë dhe respektimin e vullnetit votues.